Zonja dhe zotrin, mishë të dashur, anëtarë simpatizantë të Nismës Deçanit, shqiptarë kudo që jeni, sot dhe përmes këtij manifestimi synojmë të nderojmë një ngjarje të veçantë, atë në vjetorin të themelimit të Nismës së Deçanit në Zvicër. Zonja dhe zotrin, manifestimin tonë të sotëm, me pjesëmarrjen e tyre nderojnë edhe mysafirët e tanë të çmuar, profesor Veser Lekaj, koordinatori i Nismës Deçanit, dhe profesori i Universitetit të Prishtinës Blerim Latifi, si edhe mysafirët e tjerë dhe personalitete. Ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen tuaj. Në këtë rast, dua të ftoj Sajm Tahirin për një fjalë rasti një herët drejtues i Lëvizjes Deçanit në Zvicër. Të nderuar pjesëmarrës, në emër të Nismës së Deçanit për Zvicër, ju përshëndes përzemërsisht dhe ju falenderoj për pjesëmarrjen. Gjithashtu, kam derën që në emër tuaj t'i përshëndes dhe t'i falenderoj musafirët nga Kosova që na kanë nderuar në krye me koordinatorin e Lëvizjes Deçanit Veser Lekaj, profesorin e nderuar Blerim Latifin, pastaj e kemi veprimtarin shumë vjeçar dhe funksionarin e lartë të institucioneve të Qeverisë Kosovës Agim Berdynën, sekretaren teknike të Lëvizjes Deçanit në Prishtinë Lora Agashin, aktivistët e Lëvizjes Deçanit Sokol Mehmetaj, Fish Krasniqi, Bek Osmanaj, Bestim Beqire, Anton Nikolaj. Gjithashtu e kemi edhe një musafir që na ka nderuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjan Gjokaj, cilin e falenderojmë shumë që na nderon me pjesëmarrjen e tij. Gjithashtu i përshëndes të gjithë veprimtarët e vjetër që kanë vepruar në Zvicër, qofshin partive politike, shoqata humanitare dhe aktivistë të tjerë. Pas lufte, Kosova në vend pa institucione shtetërore, u bë terren i përshtatshëm për veprimin e shërbimeve antishqiptare. Ato vërshuan përmes shoqatave të ndryshme e në veçanti përmes atyre fetare arabe, serbe, turke e të tjera. Planet dhe elaboratet serbe po zbatoheshin pikërisht përmes këtyre shoqatave fetare. Ngjarjet u zhvilluan shumë shpejt, saqë Kosova po dukej si një shtet arab e jo si një shtet laik, demokratik, në mes të Evropës demokratike. Po rrezikoi veçania dhe identiteti arbror duke sulmuar çdo gjë që është shqiptare, tradita, zakonet, flamuri Kuqezi, heroin kombëtar Gjergj Kastrioti, Nën Tereza e tjerë. Duke parë këtë vërshim të islamit politik që po shkatërronte çdo gjë shqiptare dhe nuk po del askush ta ndalë, madje as shteti dhe institucionet e saj përgjegjëse të sigurisë, lindi një grup adetarësh që u ngrit në qytetin e Deçanit me 20/10/2023 për të thënë ndal kësaj shmendurie që po dërgon deri një vetvrasje kolektive. Në formën më demokratike, thyen perden e hekur të tabus se nuk guxohet të kundërshtohet ky islam politik, sikur kuptohesh se je vetë kundër Zotit. Zëri ynë i vendosur se nga sot e tutje nuk jemi më muslimon shpërthej dhe rënoj muret të frikës duke përquar mesazhin e guximit në mbar etnikumin shqiptar dhe mërgat. Ky shpërthim i kësaj revolte kundër një të keqe që po rrezikon vetë ekzistencën tonë si kom dridhi qendrën dhe tërë strukturën organizative të islamit politik. Të gjendër në panik të madhe, pothuajse i tërë kleri musliman filluan luftën propagandistike kundër kësaj nisme duke mos zgjedhur metoda dhe forma, po shkuan deri te ato fyrjet dhe inskenimet ndërmjet të ultat. Ne nuk u morëm fare me to, por vazhduam rrugtimin tonë të qetë, pa nxitje të urrëties dhe të përçamjes, andaj fal kësaj strategjie arritëm me shumë sukses në fitore mjaft domethënëse. Sot Lëvizja e Deçanit ka shtrirje dhe përkrahje në tërë territorin e Kosovës, në mbar etnikumin shqiptar dhe në mërgat. Menjëherë pas themelimit të Lëvizjes në Kosovë u themelua dega e saj në Zvicër, e kjo shoqatë u regjistrua me emrin Nisma e Deçanit në Zvicër, e cila ka kryesinë vet, ka kontent bankare, fal punës së palodhur të kryesisë kemi një shoqatë të konsoliduar me antarësinë e saj
dhe me shumë donator që po e mbështesin financiarisht. Falë donatorëve dhe antarësisë së saj jemi financuesit kryesor të Lëvizjes së Dëshanit në Kosovë, andaj shfrytësoj rastin t'i falenderoj nga zemra të gjithë donatorët dhe antarësinë për kontributin e çmuar, pa të cilin nuk do të mund të funksiononim. Lëvizja në fjalë është unikate, e dalur nga xhiri i popullit, e themeluar nga nacionalistë të mërfjellë shqiptar. Kjo nismë nuk është produkt i askujt, i asnjë partie politike, asnjë religioni, apo indikuar nga jashtë. Andaj është krejt autoktone. I japim llogari vetëm antarësisë, donatorëve dhe simpatizantëve tanë, të cilët janë e vetmja mbështetje serioze e jona, morale dhe financiare. Po e them këtë, për të dëshmuar një të vërtet shumë të madhe dhe për demantuar çdo propagandë të lancuar nga çarqet e caktuara antishqiptare, si ato serbe dhe islamike, sepse lëvizjen e Dëshanit e financojnë rusët, serbet, turqit apo ndonjë tjetër. Pra, kjo është demanti më i mirë sepse burimi kryesor financiar jeni vetë ju që jeni këto. Pra, thjesht një lëvizje autoktone shqiptare. Pavarësisht këtyre sulmeve dhe të tjera që do të vinë, jemi të vendosur në rrugtimin tonë deri në fitoren përfundimtare. Nga ky tubim, i ftojmë bashkëmendimtarët dhe mbrojtësit e adept t'i bashkohen këtij karavani adetar për mbrojtje dhe t'i formojnë edhe degët e saj gjithandej letrohet tona dhe mërgat, për t'i dalë zot adept si gjithherë kur kombi jon dhe adept janë në rrezik. Dhe për fund, mos u ndëgjoni propagandat e huaja. Mos i ndëgjoni njerëz që dalin në emrin e Lëvizjes së Dëshanit dhe propagandojnë thua se janë pjesë e saj. Ndëgjoni vetëm deklaratat zyrtare që dalin nga zyrja e Lëvizjes së Dëshanit në Prishtinë dhe nga nisma e Dëshanit që është në Zvicër. Ju falenderoj për vëmendje dhe kalofshirje. Ju përshëndes gjithëve. Po takohemi me rastin e formimit të nismes këtu, në degën e Zvicrës, sepse për herë të parë një grup solid qytetarësh nga tër Kosova dhe Mërgata, në mesin e të cilëve kishte sidomos nga Zvicra, të tubuar në Dëshan, po epnin shkëndijat e para të largimit masiv nga feja islame. Pas kaq vitesh, e shekuish sundim dhe shkatrim të pandërprer të këtij popullit lashtë. E përbashkëta pjesëmarrësve ishte se me vullnetin ton të lirë nga sot e tutje nuk jemi musliman. I cilësuan dy ekstreme fetare që rrezikojnë fizikisht dhe si identitet popullin shqiptar, islamizmi dhe ortodoksia serbe. Ne nuk deshëm ta luftojmë ekstremizmin, islamin, e as ta rinovojmë atë se s'ka mundësi, por ne u larguam tërësisht prej tij. Këto të dhëna janë deklarat dhe në prononcimin ton gojor të ditës së parë. Në atë tubim pati prononcime për shkurja në 3 drejtime adhetare të mundshme. Të kalojmë në fenë e ilirëve. Të mbështetemi në thirrjen e rilindësit bashkovasës se feja shqiptare është shqiptaria dhe të tjerë. Dhe të tjerë, sidomos nga emigracionit, të cilët thanë që të mos humbet kohë, por të kalojmë direkt në krishtërimin katolik, në fenë e pararzëve tanë, gjithësisht në kulturën dhe qytetërimin evropian. Se nga do të shkojnë antarët e këtij grupi dhe bashkëmendimtarët e tyre, u la në vetë dëshirat personale, shpirtërore, laike e tjerë, u tha se do të ketë edhe vetë iniciativa private e grupore në këtë drejtim. U bë apel që të ruhet me mençuri nisma, të ruhemi nga provokimet dhe të respektohen të gjitha besimet që kemi. Iniciativen e nisem si adhetar, e jo si fetar. Nuk kam urgjencë për shqiptarët, sësa të hiqet mentaliteti turk e arab si kulturë dhe si fe në këtë pjesë të Evropës. Asnjë shtet ballkanik nuk i ka disa prisë fetar të besimit islam, ashtu si shqiptarët, shkatrimtar, naib e kaq armiqësor kundër popullit dhe vendit të vet. Udhëheqësit tanë vendor e kanë fshehur këtë realitet të hidhur në Kosovë dhe i kanë mashtruar aleatët tanë ndërkombëtar. Të forcohet me këmbgulje shteti laik që përcakton edhe kushtetuta jonë, e të cilën nuk e respektojnë as institucionet tona. Ka depërtuar së tepërmi ekstremizmi islamik dhe ka tendencë uzurpimin e pushtetit.
Nuk na intereson se çfarë ishte Islami qysh në Zanafil. Na intereson se pse edhe deri sot te ne nuk u hoq kjo keqe mentale e fetare sundimit 500 vjeçar turko-arab që po rritet tmerrsisht. Disa popuj të tjerë evropian qysh heret e hoqën këtë të keqe brenda tyre. Sulmohet historia, figurat kombëtare, Skënderbeu, Nën Tereza, vetë kultura jonë. Sot flitet hapur për identitetet të ndryshme kombëtare Kosovë-Shqipëri në këtë kohë. Dhe këta zëra po shtohen, e keqja po fiton legjitimitet. Ku ekziston kjo modesti e llumit liberal e institucional në të dy shtetet tona, kur deri dje janë vrarë prerës që shqiptar, i lirë arbëror me mijëra miliona në përpjekje luftë për liri, që nga koha e periudhës klasike. Lëvizja Deçanit është udhëheqje kolektive adhetare dhe tashmë janë krijuar kushtet që të thirret një kuvend që mbulon qytetet e Kosovës dhe ruan korrespondencë edhe më të gjerë. Tani në pranverë do të ketë më shumë dinamik. Të gjithë pjesëmarrësit e ditës së parë në Deçan dhe mbështetësit e menjëhershëm pas saj, kur mos të trokasin në derën e organizimeve tona, por të hynë brenda të barabartë, të punojnë me prioritet e pa ndërprerë. Para se të dalë kjo nismë, ne i kemi informuar një pjesë të institucioneve tona. Edhe ato të sigurisë. Ata ishin në vendngjarje. Çdo grup apo individ që formohet për këtë çështje e ndihmon qëllimin e përgjithshëm. Por të kenë shumë kujdes. Të ketë bashkëpunim në mes vete. Duhet të ruhemi keq kuptimeve dhe individualizmit rrahagjoks, sepse kjo është një sëmundje te jetë e vjetra jona. Mos marrëveshjet eventuale private ose grupore të zgjidhen brenda tyre, me mirë kuptim, mundësisht pa debat me publikun e gjerë. Çdo individ i nismes të ruaj marrëdhëniet e kujdesshme me familjen e vet. Sidomos kur fillojnë ndryshimet ose rikthimet në rrënjet e vjetra. Ky drejtim nuk është i lehtë. Është më i vështirë deri më sot në histori. Te kemi kujdes edhe nga ajo pjesë e individëve të korruptuar që kanë fuqinë nëpër partitë tona politike. Kjo pengesë është parë që nga fillimi i nismës sonë dhe kanë bllokuar dhe qortuar për krahas në këtë drejtim. Pa qenë të vetëdijshëm se ky është një interes shumë i gjerë se sa egoizmi privat që kanë. Ne nuk kemi biseduar për këto gjëra, duke dashur t'u japim një mundësi shtesë për të reflektuar e ndihmuar nismën. Njerëzit serioz të nismës t'ju shmangën për plasjeve me partitë politike dhe interesave të tyre klanore. Këtu s'ka parti politike. Politizimi partiati i lëvizjes është kanceri më vdekëprorës i saj. Të gjithë kemi një bindje politike apo orientim, por të gjithë jemi unik kundër të keqes, ekstremizmit fetar. Energjia pozitive e këtij segmenti kundër islamit politik, radikal, asimilues, po i ka përcen dallimet tona dhe adhetarët tanë nuk po kursejnë asnjë individ kur i preket ky identitet dhe është koha fundit që të largohem përfundimisht nga kjo keqe. Ne duhet të kemi kujdes nga infiltrimet e huaja në mesin tonë. I përshëndesim të rikthyerit në rrënjet e tyre të vjetra, si flamurtar, patriot e nacionalist të vërtet. Duke stabilizuar vendin dhe familjet e tyre, një herë për gjithmonë, fëmijët e tyre nuk e shpërdoren më. Ata nuk na komprometojnë duke terrorizuar si klandestin metropolet e Evropës. Largimi nga e keqja rrit konkurrencën, disiplinën popull, unitetin dhe si e tillë zhvillon ekonominë, arsimin e shëndosh, bëhemi të gjithë unik. Secili në familjen e vet le ta bëj një ndryshim në këtë drejtim. Është në dëshirën personale, por nuk ka reformë pa rikthim. Nuk është e lehtë, po e bëjnë këtë fillimisht nacionalistët, ju lumt.
Çfarë do të thotë kur ne do ta fillonim këtë rezistencë e të mos e kuptonim misionin ton përfundimtar, se deri ku duhet të përfundon si e kryer reforma. Do të ishte shumë e dhimbshme, e pafalshme dhe shumë e dëmshme pafësia jonë në këtë mision kaq me interes para dhe unë. Të krishterët shqiptar katolik që rezistuan të pasimiliuar, ndihmuan së tepërmi çështjen shqiptare. Evropianët nuk i humbën shpresat. Perëndimorët gjithëherë mbajtin një optimizëm se ne do të rikthehemi një ditë në identitetin tonë. Ata garantuan për këtë, ata për këtë intervenuan. Jashtëzakonisht dhe ushtarakisht për shërimin tonë, po nxjerrin gjuhën shqipe si më të vjetër në kontinent. Kjo bëri të mundur ndihmën dhe shpresën për këtë nismë. Ne kemi identitet nacional të fortë dhe kësaj ndihmojnë të gjithë shqiptarët, pavarësisht besimeve, sepse së pari ne jemi shqiptar dhe traditat tona zakonore janë mbi fetë. Ne e dim se në shumicë shqiptarët janë më shumë adhëtarë se sa fetarë, dhe kështu kanë qenë gjatë gjithë historisë dhe janë më të liruar nga këto ngarkesat e pritës, nga popujt e tjerë të Evropës. Por si mund të arsytojmë këtë situatë sot me këtë shtim të ekstremizmit, këtë imazh të keq që kemi? Kur oficerët anglez të NATO-s na pyeten se si e bët kaq shumë dinamike e me interes këtë nismë, ne u përgjigjem se në radhë parë ne jemi shqiptar dhe vlerat kombëtare shqiptare i mbrojmë me prioritet e pa dallime fetare. Në emër të kësaj atmosfere pozitive të ndryshimeve, shumë personalitete botërore sot kanë diskutime inkurajuese për këtë temë tani dhe tregojnë hapur se ka na vinë rreziqet nëse ne vazhdojmë më të keqen si deri tani, ose si do të ishim ne si gjeografi, po të mos e përqafonim këtë shënti islame. Fuqitë perëndimore nuk na shliruan që ne të vazhdojmë keq ose të prodhojmë pasiguri për ta. Duhet t'i ruani fëmijët tuaj këtu në Perëndim, e të mos i keqpërdorin hoxhallarët. Të ndërpritet ky model islamit në Evropë, ky imazh nën emrin ton, se s'është kultura jona. Nën shembullin ton të paqen të mos helmohen fëmijët këtu. Pothuajse gjitha shtetet islame sot në botë janë aleat rusëve, serbëve dhe në koalicion me ta. Po ndihmon shumë edhe migracioni shqiptar përpajimtar dhe integruar me botën demokratike si këtu në Zvicër. Këta janë, si thuash, flamurtarët e kësaj nisme dhe i kanë dhënë një shtytje të freskët kësaj kauze. Mos u ndalni. Një jordanez i kishte shpjeguar një shokut ton Gjermani se kur e shoh islamin Tiranë e Prishtinë, mendoj se ai nuk u krijua në Mekë Medinë. Çka na gjeti kështu? Ne nuk do të ishim kundër Aziz vogël, sepse do të kishim shumë interesa. Gjithashtu kemi shumë shqiptar atje, por jo që të na përdojnë mish për top, pa investime ekonomike. Një koncept me imazhin e nizamve të dikurshëm kundër vendit ton dhe Evropës. Principi i kundërshtimit dhe i largimit të islamit radikal politik deri më sot në trojet tona ishte organizimi i gabuar. Edhe vetë në nështrus për kombin ton, shteti dështoi. Kjo gjë ishte lënë në dorë stihis, në nështrimit, fatit të keq të historisë. Domethënë, nuk ishte kundërshtim serioz dhe nuk përdore domeni i betonuar kundër kësaj të keqeje, që ta largojmë islamin, njëherë për gjithmonë, rëndësisht e përfundimisht. Duhej grumbulluar një masë e madhe njerëzish demokrat, për t'u larguar njëherë e mirë nga kjo fe. Duhet ta bëni njerëzit të pa kompromis dhe teje të guximshëm të ju thuaj fjala e fundit shkontarizuesve. Popullata jonë është e fortë, e gatshme për ndryshime, e dëshiron një udhëheqje të mençur, stoike e teje dinamike. Nisma jonë është autoktone, e dalë nga poshtë, nga shtresat e gjëra popullore. Si e tillë, reformat e saj do të jenë të thella, do të pastrohet gjithçka. Kur fillon këj poshtë, mundësit janë më të mëdha se pesnati si kompromis. Dy shtetet tona duhet sa më parë ta ndihmojnë lëvizjen e Deçanit. Individ, partive politike dhe të tjerë në institucione mundohen të na ndihmojnë dhe tërkohën theksojnë mbështetjen e tyre pa rezervë. Ne jemi paqësor, tolerant
por këmbgullës për mbrojtjen e identitetit tonë, kur ai rrezikohet, ne i respektojmë të gjitha fetë dhe besimtarët që shërbejnë me integritet. Asnjë provokim dhe asnjë përshkallëzim jashtëligjor nuk duhet të ndodhë dhe nuk është vepër e nismës sonë. Të ruhemi nga inskenimet e veprave të ekstremistëve që mund t'i fabrikojnë në emrin tonë. Vazhdimisht tentojnë të infiltrohen në rrjetet tona sociale dhe në forma të tjera perfide si antishqiptar që janë. Disa shqiptar po ndihen ateist, disa këmbgulin kështu edhe për të mos bërë reforma. Shumë mirë. Por a rregullohet çështja shqiptare me ateizëm? Kur familjet i kemi ende në islam dhe kush garanton se ateistin nuk e varros hoxha? Nuk e ka këtë modesti situata jonë. Nisma jonë nuk doli kur tani po rritet turbulenca ndërkombëtare, e që sot nuk po dihen gjitha shfatet e popujve. Ne dolem përpara se Evropa dhe partitë e djathta të rrisin trysnitë e tyre kundër këtij rreziku ekstrem. Ne jemi krejt origjinal, jemi edhe në qendër të vëmendjes, jemi barrierë e fortë edhe kundër atyre perceptimeve, imazheve të këqija që i kanë jo vetëm vendet që janë kundër nesh, por edhe të miqve tanë hezitues. Ne do ta ndihmojmë shumë Kosovën. E ju falenderit, ne do të fitojmë. Në broma të gjithve, edhe mirë se keni ardhur në këtë takim breslenës e madhështor këtu në Zvicër, ku ne jemi takuar me rastin e 1 vjetorit të themelimit të degjes e nismës së Deçanit këtu në Zvicër. Ndihem shumë i lumtur, ndihem krenar që jam në mesin tuaj, në mesin e gjithë tyre patriotëve të dalluar, të cilët në periudha të ndryshme, në rrethana të ndryshme, nuk kanë hezituar me vepru edhe me ndihmu çështjes kombëtare, edhe para luftës, edhe gjatë luftës, edhe pas luftës, në të gjitha ato procese në të cilat është vendos fati i kombit tonë në përgjithësi. E përshëndes Veselin në mënyrë të veçantë, Saimin dhe gjithë ju miq tjerë që keni ardhur nga vende të ndryshme të diasporës. Sot ne po këndojmë 1 vjetorin e nismës së Deçanit këtu në Zvicër. Dhe kur i kthejmë kokën pas, ne e shohim se duhet të ndihemi krenar me sa është arritur deri tani në synimet që nismja e Deçanit i ka. Krenar marr parasysh presionin e madh, presionin e jashtëzakonshëm, të cilin kjo nismë ka pas qysh në ditët e para kur doli publikisht në Deçan dhe pastaj u përhap si një uragan lajmi për këtë ngjarje madhështore në historinë më të re të Kosovës. Kam qenë atje dhe i kam përcjell me vëmendje presionet. Me njëherë, pasi doli nisma e Deçanit, u angazhuan dhe tentuan t'ja hedhin në qafë gjykatat, për ata përdorin institucionet e shtetit për ta shuar qysh në djep, qysh në zanafil, këtë nismë atletare, patriotike. Po çfarë mund t'i bënin gjykatat një nismë e cila është e bazuar krejtësisht në të drejtat kushtetuese të qytetarëve të Kosovës? Natyrisht se nuk mund t'i bënin asgjë dhe hoqën dorë. Por nuk u ndalën me kaq. Filluan ta sulmojnë medialisht. Do thotë, plot gazetarë e plot media për fatin të keq ishin shumë të prirura negativisht ndaj kësaj nisme, të gollon hapësirë, lloj-lloj propagande, lloj-lloj njeriu, lloj-lloj eksponenti të cilët e sulmuan në mënyrë më brutale të mundshme nismën e Deçanit. Po çfarë mund t'i bënin medialisht një nisme e cila po thoshte një të vërtetë të madhe, një të vërtetë të madhe të cilën kishte kohë që Kosova priste. E vërteta se ballë është ballë, dhe ne duhet të ngrihemi në kamp dhe të revoltohemi për ta mbrojtur emrin tonë, identitetin tonë, të ardhmen tonë, edhe vendin tonë si pjesë e qytetërimit evropian.
sulmet nuk ndalen vetëm me kërcënimin policor ose me kërcënimin e padive gjyqësor ose me sulmet mediale të ndryshme. Shkuan deri atje sa që fabrikuan edhe akuza monstruoze se kjo nismë financohet nga shërbimet serbe, nga shërbimet ruse, ku të dion. Por këto akuza ranë shpejt në ujë, sepse çfarë mund t'i bënin këto akuza një nisme e cila ishte nismë e njerëzve që synim dhe pasion e kishin vetëm një gjë, interesin kombëtar të Kosovës dhe asgjë tjetër. Pra këto ishin ato 3 elementet që e përbënin forcën edhe përbën forcën e nismës së Deçanit. Pra ligji, e vërteta dhe interesi kombëtar. Këto elemente, këto 3 fuqi faktikisht e përbën edhe, ose duhet ta përbën edhe vetë thelbin e shtetit të Kosovës. Pra që na ta kemi një shtet ligjor, një shtet sekular, ashtu siç e thot Kushtetuta e Republikës së Kosovës. Një shtet i cili jo vetëm formalisht, por edhe përbajtësisht punon që një ditë të jetë pjesë e bashkësisë së shteteve demokratike evropiane. Dhe një shtet i cili udhëhiqet nga interesi kombëtar. Pra jo një shtet që udhëhiqet nga agjendat e huaja, të cilat shpeshherë kamuflohen në mënyrë aq perfide sa që ne nuk arrim t'i dallojmë. Por që ka parasysh një shtet që punon për vetën dhe jo për dikë tjetër. Ju sot e shihni se kombët po i rikthehen vetes. Nga Washingtoni në Berlin ka një zgjim të madh të forcave të djatha, të cilat paraqesin një revolt ndaj një degradimi të madh i cili ka ndodhur dekadave të fundit në shumë kombe, posaçërisht në civilizimin evropian. Pra kombët po i kthehen vetes, po kthehen identitetit të tyre, vlerave të tyre. Edhe ne duhet ta bëjmë tjetër gjë, edhe kombi shqiptar duhet t'i kthehet vetvetes. Dhe nisma e Deçanit ka qenë një paralajmërim i hershëm i kësaj nevoje, që kombët t'i kthehen vetes. Dhe ky kthim i kombit nga vetvetja duhet udhëhiqet nga një moto, nga një slogan, nga një kërkesë. Stop ideologjive të mrapshta të huaja. Jashtë përgjithmonë këtyre ideologjive të huaja. Ka ardhur momenti që të mos rrim pasiv, ose të presim që dikush na e kryej këtë punë. Shikoni, një njeri mundet me shpëtu nga agresioni i dikujt tjetër një shpëtimtar. Por një njeri nuk mundet me shpëtu kërkush nga vetvetja, kur ai don me shkatërru vetë. E ne në këto 25 vite kemi lujt me zjarrin. Kemi leju që brenda trupit tonë, brenda shpirtit tonë, të depërtojnë ideologjit mrapshta. Ideologjit e cilat e kanë shëndru vetë lindjen e mesme në lumej gjallë. Edhe sot e kësaj dite atje vriten njerëz për ditë, masakrohen për ditë. Pikërisht shkaku i këtyre ideologjive të mrapshta, këtyre ideologjive ekstreme, të cilat përpiqen që problemet bashkëkohore, problemet e shekullit 21 me i trajtu me konceptet vjetrume, me pikpamjet vjetrume, të para 14 shekujve. E ne nuk guxojmë me leju këtë gabim. Nuk guxojmë sepse nëse lejojmë, nëse i mbyllim syt, nëse heshtim, edhe nëse kërkojmë që dikush të vijë na e pastroj oborrin ton nga ky bar i keq që kanë bi. Kemi me psu keq sepse askush nuk do të vijë na ndihmoj. Askush nuk do ta pastroj oborrin në shtëpisë tonë nga bari i keq që kanë bi. Atë do ta bëjmë vetë. Vetë. Sepse nuk kemi rrugdalje tjetër. Ne, gradualisht, jo vetëm ne, por edhe shumë popujt të tjerë rreth nesh, gradualisht jemi duke lëviz drejt një situate
ku ne duhet ta bëjmë një zgjidhje, ose ndryshe ta bëjmë një zgjedhjen tonë historike. A duam të jemi me Perëndimin, me Evropën, apo duam të shkojmë tjetër ka? Unë mendoj se e vetmja alternativë që na garanton neve që me pas një shtet të pavarur dhe sovran të Kosovës, me pas një Kosovë të lirë e prosperuese, një Kosovë për cilës nuk na vjen marrë, është që na me zgjedh rrugën e Perëndimit. Po me zgjedh rrugën e Perëndimit duhet me thonë stop për gjithmonë. Jo vetëm verbalisht, jo vetëm me deklarime poshtë të lartë, po me veprime, sepse veprimet janë ato që ndryshojnë realitetin, jo fjalët e bukura ose deklarata, veprimet. Pra duhet që ne të veprojmë, por që ne të veprojmë duhet të bashkohemi, të bashkojmë mendjet dhe zemrat tona, të bashkojmë gjithë patriotët e shpërndarë gjithandej në Kosovën diasporë dhe të shpëtojmë vetën tonë nga kjo kolerë, e cila mund të jetë fatale për të ardhmen e kombit tonë. Nuk lejon Evropa që në zemër të saj të rritet një shtet që nuk përfaqëson vlera evropiane. Ta duhet ta kemi të qartë. Kur për jetëve, edhe duhet ta dimte, çdo qytetar i Kosovës duhet ta dikte. Nuk lejon Kosova lindjet mesme në Ballkan. Nëse neve, do të na marr mend, jemi çmend, edhe mendojmë se mund të bëhet një gjë tillë. Ne do ta humbim shtetin e Kosovës, të cilën e kemi fal për krahas e Perëndimit. Do ta humbim Republikën e Kosovës. Do ta humbim atë dheun tonë. E në fund, atje kanë me metë vetëm varret të stërgjyshëm të ta. E na nuk duhet me leju këta. Prandaj duhet të zgjohemi, të organizohemi edhe më shumë, e të mos rrim duar kryq. Se kush rrim duar kryq, historia e shkel me të dy kampe. Sot na dim se historia e njerëzimit është e mbushur me varrezat popujve. Popuj që në zhduk, se nuk kanë ditë se si më përgjigj sfidave të kohës. Ky rrezik u qëndron mbi krye gjithmonë popujve të vegjël. E Serbia e din këtë. Serbia ka humbë ushtarakisht Kosovën, e ka humbë me luftë. Sepse djemë më të mirë të Kosovës i kanë rrok armët, e ndarë kanë luftu. E djemë më të mirë të Kosovës e kanë bindë Perëndimin se duhet me na ndihmu se na jemi shqiptarë. Jemi shqiptarë të dikë. E nuk jemi aziatikas, nuk jemi arab ose diçka tjetër. Pra, çto ka ndodhur liria e Kosovës? Dhe Serbia din se vetmja mënyrë që është me rikthy Kosovën është duke shëmtuar imazhin e saj, duke deformuar realitetin e saj, duke shkatruar rinin e Kosovës. Trit e Kosovës, të cilët sot do të thonë shekullin 21, shekullin e inteligjencës artificiale, janë të shkatruar duke marrë mas ideologjive të mrapshta, mas të lloj ideologësh e imamësh të mrapsht, të cilët ashiqare paguhen nga Serbia dhe shërbimet sekrete për me shkatruar imazhin e Kosovës, me paraqitë Kosovën si një vend që s'mund të bëhet shtet evropian. E me që nuk mund të bëhet shtet evropian, atëherë duhet t'ia kthejmë Serbisë. Ky është qëllimi vetëm për cilin angazhohen shërbimet argjenturat e Serbisë. Islami politik është projekt pej as dhe zhe i ut bes i bia serbe dhe ashtu tjetër. E na duhet ta themi këtë vërtet. Kosovë gjithë e din këtë vërtet, e din edhe politikanët, e din edhe institucionet, e din edhe intelektualët, e din edhe akademikët, e din edhe mediat, sepse kemi pa faktet, kemi pa argumentet. Por shumë heshti, disa e frikacak, disa heshti, disa nuk duan më përzi, disa mbështesin revoltën dhe tyre në fund të heshtur. Por heshtja, frika, nuk janë zgjidhje. Kush hesht, ato shkel historia. Kush ka frikë, po ashtu nuk do të fat historik.
Kështu që është koha që ne të vazhdojmë më tutje, të rritet kjo nismë. Nuk ka nevojë nisma e Deçanit për agresivitet, për pompozitet. Sepse ai ka argumentet me vete, ka të vërtetet me vete, ka interesin kombëtar me vete. Dhe unë jam shumë i bindur se ky projekt kombëtar ka me pas sukses. Sepse, si që thot një mendimtar francez, kur gjë nuk mundet me nal, as një forcë të ka, nuk mundet me nal një ide të cilës i ka ardhur koha. E nismës Deçanit i ka ardhur koha, prandaj s'ka me mujt me nal kërkush. E fakti si ka ardhur koha duhet ta kuptojnë të gjithë. E kur ta kuptojnë të gjithë, atëherë të gjithë do t'i vënë zemrat dhe mendjet e vullnetin e tyre në këtë drejtim. Dhe ne do t'ja dalim që sfidën e fundit para integrimit në Bashkimin Evropian ta kalojmë me sukses. Dhe përfundimisht, atë dheu i dashur të bëhet pjesë dinjitoze e Bashkimit Evropian, e NATO-s, e qytetërimit perëndimor, për cilin 500 vjet atëtarët dhe elitat ma të ndritura të këtij kombi kanë punu. Është brezi jonë që duhet me kry këtë detyrë. Dhe na duhet ta kryjmë duke u bashkuar të gjithë kudo që jemi në diasporë, në Shqipëri, në Kosovë, në mënyrë që të ecim përpara. Na nuk kemi tjetër atë dhe, e kemi veç një atë dhe, Kosovën, Shqipërinë, dhe nuk do të lejojmë kur që ta humbim këtë. Pavarësisht presione, pavarësisht projekteve o burzeza që i bëjnë të tjerët, ne kemi qëndru për Kosovën, do të qëndrojmë për Kosovën, edhe s'do të lëshojmë kur Kosovën. Kosovën evropiane, Kosovën sekulare, Kosovën shqiptare, Kosovën për cilën kanë derë gjakun e mundin breza e breza të tërë. Ju falenderoj shumë e ju takoj. La
Respekt për Tabura. Zgjonju shqiptar prej gjumit zgjonju. O, zgjonju shqiptar prej gjumit zgjonju. Zgjonju mëre shqiptar prej gjumit zgjonju. Vetëm atje ku ka diell, ka dhe hije, e cila kurrën e kurrës nuk mund të mbuloj atë që i dha jetë. Mjeti vllau që më bëri nëna, diell arbror të zbardhi dita, rriti trungu, ushqej rënja, o moti madh me zi të prita. Zgjonju shqiptar prej gjumit zgjonju. O, zgjonju shqiptar prej gjumit zgjonju. Pse sa im si janë krejtë si ti, me dashtë këngat dhe këtu i thonë dhe ishte armëri, të gjithë more, të gjithë, shqiptar kemi le. Shqiptar, shqiptar, o shqiptar, ku jeni o shqiptar? Shqiptar, ku je o shqiptar?
O, moj Shqipni, e mjera Shqipni. Shqiptarin e vrajt të gjithë, atë e vret shkari, bugari, greku, turku, e shqiptari e ishte. Jo, nuk hesht, shqiptari e vret shqiptarin, shqiptari e vret shqiptarin. O, Zot deri kur ma, pushka në ka ndihmuar dhe pushka në ka rënuar, duke vrarje të daluar për njerë. Kemi vrarë 700, e ne nuk kemi vrarë gjithmonë vetëm me pushkë, po kemi vrarë me fjalë, me fjalë. O, moj Shqipni, o, moj Shqipni, e mjera Shqipni, kushte në qinë, me krye në hi, ti ke paskeni zojë randë, burët e dhejët, të thrisni nanë, ke pas shumë të mire, shumë begati, me varzat të bukure, me djenë të ri, gjenen shumë marë dhe bashtina, me anë të barë dhe pushkë të tina, ti në qisa qoqet, ke kenë me mira. Kur Kriste pushka si me shkret moti, zogu i shqiptarit, gjithmonë i Zoti, ka kenë për luft, e në luft ka dekun, e dhun prapa, kur si ka betun. Kur ka një besën buri Shqipnis, i ka shtit rilmet, gjithë romelis, tër lufta të repta, gjithë kund ka ra, me faqe të barë, gjithmonë është da. Pa sot Shqipni, pa më thuaj si, po si kur lisi, e rëzuon për dhe, shkon bota si prej me këmbë, shklet, e një fjallë të ombën, kur kush si a flet, si mag me borë, si fush me lule, ke pas s'ken veshun. Sot jeme crule, e nuk të ka metu në semën në zbezve dhe ke prishun, për faqe të zezë. Shqiptar, o shqiptar, shqiptar, me vlazën e një të vra, dërri që qeta i një shpërnda, ca thonë kam fejt, ca thonë kam din, njemi jëm turk, e tjetëri, lëpin, do thonë jëm grek shkjetis atjerë, po jeni vlazën të gjithë më të mjerë. Mjek Rosha, e Lesh Harapi, ju kanë hutue, për me ju da, e me ju vërfnue, vjenja një huaj e ju rinë votër, me ju tërpnue, me krue me votër, e për sa pare që do të fitoni besën e të pare, të gjithë e habroni. Kjani ju shpata, e ju t'i feqe, shqiptari u zu, si sok dërleqe. Kjani ju trima, o bashkë me ne, se ra Shqipnia, me faqe në dhe, e nuk i ka metu në semë në zbez, dhe t'i ka prishun për faqe të zez. Blirni ju varza, blirni ju gra, me të sy të bukur, që dini me kja, eni të vajtojmë Shqipnin e mjerë, që me të shkret pa emën pander, ka me të vej si grupa bur, ka me si nëm, që s'pati rëkur.
të koncentra, me nam me dek, këtë farë trineshën që sot është mek, këtë nëmë të dashur, a du të nam, që njeri huj në shknas me kam, jo, këtë punë të dyra s'kush të do, këtë faqe të zesë që s'kush të do, para se të humbet, kështu Shqipënia, me pushkë në dorë, le të des djelmënia, qysh prej t'i varit e në përvez, gjithë më shëndjeli, vape në vez, është toke jona, të parët në kanëm, kush mos në shknasi, se desim të danë, desim si burat, që diq në motit, e mos tërpënohna, për para Zotit. Pse Mariam? Sejm, gjok, vesel, blerim, bek, abaz, bitkeqaj, shqiptar. Pse? Pse si janë tjerët si ti? Me dash kam dhe atë dhej. Këtu i thonë e ishte arbri. Shqiptar, more! Shqiptar! Të gjithë kemi le! Falë. Përshëndetje bashkëkandidatarë. O ju bura e ju krente të danis, poshtë një të zët, emën tuj, mos lekmoni parës uj. Se kësaj radhe me në pështue, zogu dorësh përshamuhe, vorë në vorë kemë për të nëzonë, se fjali më që një kalën. I ra rezja, bjeshkës dhe qanit, zoku i o i zonë e malit, na tërgo për hirë të liris, si janë punët e shqiptaris, për ta burat e dardanis, na dhe qanë, na e në bashkuë, për me forme kuvenduë, shqiptarim si me përparuë, se Serbi, Rusi e Turqi, pas kanë shua gjelë të zi, me mashtru e këtë rini, me lonë këmbë, me hupë sëjni, me poshtnu e bjeshke vri, me ja po jetën zi e ma zi, shumë a kesë në Arabi. Me një qapë e në shami, ah moj zonë, poshtë të dy sytë, e poshtë djelin që të bën dritë, poshtë ato kroje që pinoj së të ditë, ku janë djemët që këtu janë rritë, ku janë shkollat e 2 akademitë, mos ke dertë të sokolli malit, se këtu janë pika djallit, nuk në ndodhë kur për jetë me humë këmbë e identitet, të në fyja shqyqare në tokën tonë dardani, por si kur lozë në prekaz dhe në koshare, kam i dalë zotë kjo rini. Ah, moj zonë, që thunë për emën, mi thva dite shpirë të zemër. Ju falemderit që. Do të ftoj edhe 2 mysafir, përshëndetur manifestimin, është Agim Berdynaj nga Lëvizja e Dëshanit Kosovë dhe Blerim Metaj pas ti nga Lëvizja Shqiptare për rikthim në katolicizëm. Fjalla për Mirë mbrëma, unë jam Agim Berdyna, vi prej Radafësit Pejes, jam nepi Mëllazek Berdynës, që s'ka qu asë në drezë dhe asë në qabe, për nga qu në shkollë,
Unë jam shumë i nderuar që këtu i takoha njerëz që kemi bashkëvepruar, bashkëpunu me dekadat kur Kosova duhet të frymante Shqip, kur kemi mbrojtur arsimin Shqip, por sikur marrëm në thu për çështje tjera që i falen njerëzit më meritor për këto, për fal Zotit, lëvizja e Deçanit doli në dritë dhe jemi në rrugë të mbarë për të shpëtuar nga më e keqja që ka nosur popullit tonë. Ajo që pas fazëve më meritor që jam, siç është profesor Blerim Latifi që kur shkon në studia, e sulmojnë për çështjet caktuara, ata që s'kan bërë gjë për Kosovën, e harrojnë që djali ka qenë në Koshare, e ka luftu, e ne tjere mos flasim televizijës Deçanit, që ka provun të na thonë, të na etiketojnë, ata të cilët kur nëse më mbrojt arsimin Shqip, thëshin smuni se Jugoslavia është e fortë, ne e dam arsimin prej Serbie, i bom vullat, i bom diftesat, e mbrojtëm arsimin Shqip dhe i bom gjitha të mira, tash të njëjtit që atër na kritikonin për të gjëra, po na kritikojnë pse jemi bashkangjitë, pse po ecim me lëvizjen e Deçanit, Deçani është i vogël, po dhe Kaçaniku ishte i vogël me bëri kushtetutën e Kosovës. Edhe Kaukazi ishte i vogël, po e dridhi Serbinë. Atyre që i duken në dëvegjën, kemi një dalë të mëdhej, se jemi të mëdhej, janë djemë më të mirë të kombe që i kanë dalë të keqës për para. Prandaj, pastaj etiketojnë për gjëra të ndryshme, kemi ndëgju shpesh në studia thrasin njerëz jo kompetent për të na sulmuar, për të përshmuar lëvizjen e Deçanit, shpesh përmendin edhe emrat të njerëzve meritor që fatkeqësisht kanë mbarë tituj të fesë islame, siç është Mixhaim, kur ju duhet për me tregu që edhe hojt kanë bërë diçka, që s'kanë bërë kurrë, e thrithiren në Mullazek Bërdyna. Mullazek Bërdyna ka luftu për trojet shqiptare, bashkë me krejt patriotët shqiptarë të asaj kohe, për me mbrojt pazarin, jo për fe, po për atë dhe dhe për trojet shqiptare. Ndërsa sot, pazarin e kemi jo shqiptar për shkak se e ka marrë e keqja, muslimanizmi, rëzhajnë trojet shqiptare janë të na asimilu për shkak se ka dominu e keqja. Prandaj, jemi ardhur këtu, të mbështesim, të jemi bashkë dhe të punojmë pa ndalë deri në fitoren e madhe të shqiptarisë. Ju falenderoj shumë. Të nderuar motra e vëllezër, të nderuar pjesëmarrës nga Mërgata e Kosova, të nderuar organizatorët e këtij tubimi, nisma e Deçanit për Zvicër, i nderuar profesor Blerim Latifi, i nderuar profesor Vesel Lekaj, të nderuar pjesëmarrës nga Kosova e gjitha trojet shqiptare. Në emrin tim, të bashkëpunëtorit tim Dardan Duka, televizjes shqiptare për rikthim në katolicizëm, si dhe në emër të të gjithë të rikthyerve, ju përshëndesim dhe ju urojmë mirëseardhje e njëkohësisht ju falenderojmë që na keni ftuar në këtë tubim. Ne nuk jemi thjesht një organizat, ne jemi një lëvizje që buron nga nisma e Deçanit. E 20 tetorit 2023, nga shpirti i kombit, nga vedia jone historike, nga thirrja e gjakut që nuk shuhet. Ne jemi fryma e rilindjes kombëtare. Ne jemi zëri i të parëve tanë, që thret nga thellësia e historisë. Pavarësisht dallimeve në veprimtari, ne kemi ndërtuar një bashkëpunim të pathyeshëm dhe të shkëlqyeshëm me nismën e Deçanit dhe me lëvizjen e Deçanit në Kosovë. Sepse e ardhmja jonë është një. Afrimi me vlerat euroatlantike, aty ku e kemi vendin si popull e si kombë.
Ne besojmë dhe vlerësojmë se vetëm të bashkuar mund të arrijmë cakun e madh që e deshi edhe Gjergj Kastrioti, kryeheroi ynë kombëtar. Pa e harru, atleti i Krishtit. Ai e deshi kombin e forcave më shumë se jetën e tij. Bashkimin e forcave më shumë se jetën e tij. Sepse e dinte se pa besim nuk ka këmbë. E pa këmbë nuk ka dhe. Sot me të njëjtin ideal, ne po e vazhdojmë këtë rrugë. Dhe sot po asjeli edhe një lajm të madh. Nga viti i kaluar e deri më sot, si organizatë kemi arrit me vullnet plot, me vullnet të lirë, t'i dërgojmë shumë shqiptarë në pagëzime, sepse ishte dëshira e tyre. Me 21 prill 2025 në kishën Shen Abrahamit në Llaposhnik, ne kemi organizuar ndoshta pagëzimin më të madh që ka ndodhur në herë në Kosovë. Dhe aty juftojmë gjithë juve që të merrni pjesë. Edhe për këtë pagëzim masiv e kemi organizuar dhe një këshill organizativ që përbehet prej Kastriot Pranaj, Pranë Marlekut, Dardan Duka, Bleri Metaj edhe Musa. Prandaj juftojmë gjithë që të vini atë ditë. Ajo është pagëzim që do të marrë gjatë meshës, do të jetë një atraksion i vërtet. Zoti e bekov kombin shqiptar, lavdit parëve tonë. Roh kombin shqiptar edhe bashkimi unë shpirtëror. Shpresoj që nuk manzon për të madhe organizatorët, qoftë lavdruar Jezu Krishti. Oh
Dhe kështu kemi arritur në fundin e këtij takimit të sotshëm. Mbyllim këtë manifestim me dhuratën që lëvizja e Deçanit të zhvillohet edhe më tej mbi bazën e përkufizimeve të përplanuara dhe pikpamjeve dhe koncepteve me interes nacional të shqiptarëve, duke u mbështetur të parimet e dijes dhe ato të stoicizmit që janë mençuria, guzimi, shëndetshmëria dhe drejtësia. Shqiptarë dhe jonistë të dashur, mirëposhim në manifestimet të tjera, sigurisht më të fortë dhe më të bashkuar. Lëvizja do të ketë një bekim të gjithë shqiptarëve dhe do të kulmojë në një zgjedhje nacional të pandatshëm. Ju falenderoj shumë për